dhe po u asjell konkretisht. Prej rreth 3 vitesh, lideri i opozitës, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mbahet në mas sigurimi. Fillimisht detyrim paraqitje, ndalim dalje jashtë shteti, 1 vit arrest shtëpie dhe sot është detyrim paraqitje 2 herë në muaj. Cila është nevoja, rrethanat konkrete, që Sali Berisha duhet të paraqitet 2 herë në muaj përpara SPAK-ut? Ndërkohë që zoti Berisha ka aktivitet publik çdo ditë dhe është e verifikueshme që është në vend dhe nuk ka asnjë arsye që kjo mas të vazhdojë të jetë në fuqi. Por duket qartë që është për përdorim politik. Ashtu siç edhe kryetari i Partisë së Lirisë, zoti Meta, vazhdon të mbahet në arrest në Burg dhe këtu dua t'ju shtroj edhe si pyetje zoti prokuror, për sa kohë kanë përfunduar hetimet, pse vazhdon të mbahet në masë në arrest në Burg zoti Ilir Meta? Lidhe me çështje konkrete dhe unë nuk kam koment për asnjë çështje konkrete. Secili person që ka një proces gjyqësor, kushdo qoftë ai, ka të drejtën që të kundërshtojë vendimarrjet e SPAK-ut, ka të drejtën të dëgjohet gjykat dhe është gjykata që ka kompetencën të përcaktojë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Kundër të vendimit gjykatës ekziston edhe tankimi në gjykatat më të larta. Kështu që unë nuk kam një koment për çështjet që ju përmendët.